Nga pishina, mes ujit që pasqyronte dritën dhe qetësisë së rreme që mbretëronte përreth, Dolce e përshëndeti Edin. Një përshëndetje që nuk ishte thjesht një përshëndetje, por një moment i mbushur me nënkuptime, kujtime dhe ndjenja që nuk janë shuar plotësisht. Ajo që binte menjëherë në sy ishte fakti se Dolce dukej shumë e afërt me lëndrimin. Afërsia e tyre ishte e dukshme, natyrale për syrin e jashtëm, por mjaftueshëm e fortë për të ngjallur reagime. Edi e pas skenën nga larg. Nuk foli. Nuk reagoi me fjalë. Vetëm ngriti dorën, një gest i thjeshtë, por i prerë. Një përshëndetje që në të njëjtën kohë ishte edhe lamtumir. Ishte sikur me atë lëvizje donte të thoshte gjithçka që nuk u tha kurrë me fjalë. Haroje. Haroje ti dashurinë tonë. Këto fjalë nuk u dëgjuan me zë të lartë, por u ndjen fort në ajër. Ishin fjalë që dilnin nga një zemër që kishte dashur, ishte zhgënjur dhe tani po përpiqej të mbyllte një kapitull. Jo me urrëtie, por me një qetësi të dhimbshme, Dolce vazhdonte të rrinte pranë lëndrimit, duke qeshur lehtë, duke u dukur sikur kishte zgjedhur të ecë përpara. Por edhe aty, mes buzëqeshjeve dhe ujit të pishinës, kishte diçka që nuk fshihej dot, një e kaluar që ende peshonte. Përshëndetja e saj ndaj Edit ishte e butë, por sytë e saj tregonin se ajo e dinte se ai gjest me dorë nuk ishte indiferencë, por vendim. Edi, nga ana tjetër, e kishte marrë vendimin e tij. Nuk kishte më vend për pritje, për shpresa apo për kthime pas. Ajo që kishte qenë mes tyre kishte qenë e vërtetë, por tashmë ishte pjesë e së shkuarës. Dhe ndonjëherë, mënyra më e fortë për të treguar dashurinë që ke pasur, është ta lësh të shkojë. Ky moment i vogël, i thjesht në dukje, u kthye në një skenë të madhe emocionesh. Një përshëndetje nga pishina, një dorë e ngritur nga larg dhe një fjalë e pathënë që i dha fund gjithçkaje. Sepse jo çdo histori mbyllet me debat apo lodh. Disa mbyllen me heshtje, me një gjest dhe me një vendim të qartë, ta harrosh dashurinë që ishte për t'i hapë. Banorët nisën të flasin hapur për lojrat që po përdoren brenda shtëpisë, lojra që sipas tyre po shkojnë shumë keq në publik dhe po krijojnë një perceptim të shtrembëruar për njerëzit dhe situatat. Diskutimi u bë serioz, sepse gjithnjë më shumë po kuptoi se ajo që thuhet apo bëhet brenda, jashtë mund të marrë një kuptim krejt tjetër. Një nga shembujt më të përmendur ishte Benita. Banorët theksuan se për të pothuar shumë gjëra që ose janë nxjerrë nga konteksti, ose janë interpretuar keq nga publiku. Një fjalë e thënë në nerva, një shaka, apo një moment dobësie, jashtë kthehet në etiketë që e ndjek personin gjallë. Dhe kjo, sipas tyre, është një lojë shumë e rrezikshme. U diskutua edhe fakti se disa sjellje po përdoren qëllimisht për të krijuar imazh negativ jashtë. Për shembull, përmendja e pijeve alkoolike. Banorët thanë se mënyra se si përdoret kjo temë mund të keq kuptohet rënd. Një gotë e pirë në një moment relaksi, brenda shihet si diçka normale, por jashtë mund të interpretohet sikur dikush përdor alkoolin apo ka problem, gjë që nuk është as pak e drejtë. Sipas tyre, kjo është pjesë e një loje të ulët, të përmendësh gjëra që duken të vogla brenda, por që jashtë dëmtojnë rënd imazhin e një njeriu. Publiku nuk sheh gjithmonë gjithë kontekstin. Nuk i njeh bisedat e plota, emocionet e momentit apo arsyet pse diçka është thënë. Dhe pikërisht këtë boshllëk disa lojtarë e shfrytëzojnë. Banorët u shprehen se loja duhet të jetë strategji, mendje dhe qëndrueshmëri, jo një llosje karakteri. Sepse ka dallim të madh mes të luash fort dhe të luash pisët. Kur fillon të përdorësh fjalë që e di se jashtë do keq interpretohen, atëherë loja humb kuptimin dhe kthehet në dëm real për jetën e dikujt pas shtëpisë. Në fund, mesazhi i tyre ishte i qartë. Publiku duhet të jetë i kujdesshëm me gjykimet, ndërsa banorët duhet të mbajnë përgjegjësi për fjalët që nxjerrin. Sepse Big Brother është lojë. Por njerëzit brenda janë real, me familje, me jetë dhe me reputacion që vazhdo.